Mirë se erdhët në bota e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë. Ne të shikojmë çfarë na thon yjet për këtë ditë të hënë për 12 sinjat e zodiakut, datë 17 gusht 2026. Na lini komentet tuaja dhe faleminderit që na ndiqni. Dashi, këtë të hënë dash, mesazhi i yjeve është i qartë. Ndjeje emocionin, po mos reago me njëherë. Ti je një shenjë impulsive dhe shpesh e thua atë që mendon në çast, por jo çdo situatë kërkon një përgjigje të menjëhershme. Gjatë së hënës, dikush i afërt mund të të thotë diçka që të kap në befasi. Mund të jetë një kërkesë e tepëruar, një koment që të bezdis, ose diçka që e merr si ofendim. Instinkti yt i parë mund të jetë të mbrohesh, të zemërohesh ose të përgjigjesh menjëherë. Por këtë të hënë ke një zgjedhje më të zgjuar. Ndalo pak, merr frymthellë dhe mos u përgjigj në nxehtësinë e momentit. Jepi vetes kohë të kuptosh çfarë po ndodh dhe çfarë dëshiron realisht të thuash. Mos haro dash, të heshtësh për disa sekonda nuk do të thotë se je i dobët, përkundrazi tregon se kontrolli mbi veten është në rregull. Sot fitoria jote më e madhe është të mos lejosh një moment zemërimi të prish një marrëdhënie apo një situatë që mund të zgjidhet me qetësi. Demi, 17 gusht Dem, universi të kujton një të vërtet të thjeshtë. Veprimet flasin më fort se fjalët. Këtë të hënë, kushtoji vëmendje njerëzve që ke pranë dhe mos mbështet vetëm tek ajo që thonë. Dikush mund të premtojë shumë, por sjellja e tij tregon një krejt tjetër histori. Nëse reflekton mbi një marrëdhënie të rëndësishme, mund të kuptosh se një person nuk po jep aq sa duhet. Ndoshta je magjepsur nga fjalët e bukura, premtimet e mëdha ose planet për të ardhmen, por tani është koha të shohësh realitetin ashtu siç është. Mos u habit nëse vëren se pesha e përgjegjësive ka rënë më shumë mbi ty. Hëna në akrep, të jep një intuit të jashtëzakonshme, nëse diçka të duket e çuditshme ose nuk të bën plotësisht, dëgjoj zërin tënd të brendshëm. Instinkti yt këtë të hënë është shumë i saktë dhe mund të të ndihmojë të dallosh të vërtetën përtej fjalëve. Mos haro Dem, njerëzit tregojnë kush janë përmes asaj që bëjnë çdo ditë. Beso më shumë te faktet sesa tek premtimet dhe lër që veprimet të jenë udhëheqësi yt. Binjakët. Këtë të hënë binjak. Pyetja kryesore është për ty. Çfarë po të harxhon energjinë? Mund të jetë një marrëdhënie që të lodh emocionalisht, një zakon që nuk të bën mirë, apo ndoshta po i kushton shumë nga vetja punës dhe po harron nevojat e tua. Gjatë ditës së hënë, në ndikimin e hënës në akrep, është momenti të ndalosh dhe të shohësh me sinqeritet se ku po shkon energjia jote. Nëse diçka të lë vazhdimisht të lodhur, të tensionuar ose pa dëshirë për asgjë, mos e injoro atë ndjesi. Periudha e eklipseve sjell emocione dhe ndryshime të forta, ndaj tani është edhe më e rëndësishme të kujdesesh për veten. Ndoshta duhet të largosh një zakon, të reduktosh një angazhim ose të vendosësh kufime të qartë me dikë. Mos keni frikë të thoni jo kur është e nevojshme, nuk je detyruar të japësh të gjithëve kohën, energjinë dhe vëmendjen tënde. Binjak, këtë të hënë mbaj mend këtë, ajo që të shteron vazhdimisht energjinë duhet ndryshuar. Zgjidh paqen tënde dhe mos u ndje fajtor për vendosjen e kufive. Gaforia. Me 17 gusht gafore, duhet të ecësh me pak më shumë kujdes. Marsi në shenjën tënde formon katror me Neptunin, duke krijuar një energji që mund të të bëjë të ndihesh i pasigurt për atë që duhet të bësh. Marsi të shtyn të veprosh menjëherë, ndërsa Neptuni sjell ëndra, emocione dhe ndonjëherë edhe konfuzion. Prandaj, këtë të hënë mos nxito të nxjerrësh përfundime. Mund të dëgjosh diçka, të shohësh një sjellje të dikujt ose të përjetosh një situatë dhe ta interpretosh në mënyrën e gabuar. Ndryshe nga ditët kur intuita mund të jetë udhëheqësi yt kryesor, këtë ditë përpiqu të përdorësh më shumë logjikën dhe faktet. Nëse dikush të thotë diçka që të shqetëson, mos reagoni menjëherë. Ndalo, merr frymë dhe bëj pyetje. Sigurohu që e ke kuptuar saktë situatën përpara se të marrësh një vendim. Gafore, durimi është forca jote këtë të hënë. Jo çdo gjë që duket e qartë është ashtu siç duket. Jepi vetes kohë për të kuptuar të vërtetën dhe vetëm pastaj vepro. Një përgjigje e qetë mund të të kursejë shumë keq kuptime në të ardhmen. Luani. Po i afrohesh fundit të sezonit tënd Luan, por ke ende disa mësime të rëndësishme për të marrë me vete. Ti e do vëmendjen dhe të ndihesh në qendër të skenës, dhe me diellin e shenjën tënde, ke pasur shumë mundësi të shkëlqesh kohët e fundit. Por 17 gusht, në akrep, të sjell një mesazh tjetër, është koha të mbrosh qetësinë dhe privatësinë tënde. Jo çdo gjë duhet të jetë një shfaqje. Nuk ke pse të tregosh të gjithëve se çfarë po bën, çfarë po mendon apo si po ndihesh. Të përpiqesh vazhdimisht të dukesh mirë dhe të mbash gjithmonë një rol mund të bëhet shumë lodhëse.
Lejoje veten këtë të hënë të jesh vetvetja, pa pasur nevojë për duar trokitje apo miratimin nga të tjerët. Mund të të bëj shumë mirë që kalos pak kohë vetëm, të pushosh dhe të rimbusësh energjinë. Luan, mbaje mend, nuk i detyrohesh askujt në praninë tënde. Ruaje paqen, si privatësinë dhe mos ke frikë të largohesh pak nga skena. Ndonjëherë, shkëlqen edhe më shumë kur nuk përpiqesh të shkëlqesh. Vigjeresa. 17 gusht vigjeres. Mos keni frikë të bëni pyetjet e vështira. Një bisedë gjatë së hënës mund të zbulojë diçka që deri tani ka qenë e fshehur. Mund të ndjesë se pas saj që po tregohet të ekziston ende një pjesë tjetër e historisë që nuk po thuhet. Mos e injoro këtë ndjesi. Intuita jote të shtyn të kërkosh më shumë qartësi. Ndaj bëj pyetje të tjera dhe mos u kënaq me përgjigjet e përgjithshme. Këtë të hënë ke mundësinë të zbulosh të vërtetën dhe të kuptosh më qartë se çfarë po ndodh. Për më tepër, Mërkuri, planeti yt sundues, formon një trin me Saturnin më 17 gusht. Ky është indikim shumë më i mirë për logjikën, komunikimin dhe analizën e fakteve. Mendja jote është e mprehtë dhe e aftë të dallojë detajet që të tjerëve mund t'u shpëtojë. Prandaj vigjeres, mos ke frikë të kërkosh përgjigje. Këtë të hënë nuk është e lehtë të mashtrojnë. Besoj aftësisë tënde për të analizuar situatën dhe mos u ndal derisa të ndihesh i sigurt se e ke kuptuar të vërtetën. Peshorja. 17 gusht, dita nis me hënën e shenjën tënde peshore dhe dëshira jote për paqe dhe harmoni është më e fortë se kur. Por këtë të hënë mund ta kesh gjithnjë më të vështirë të injorosh mënyrën se si disa njerëz po sillen me ty. Ti shpesh përpiqesh të shmangësh konfliktet dhe mund të bësh shumë kompromise vetëm për të ruajtur qetësinë. Por shkoa të pyesësh veten, po lumturia ime ku është? Mos vendos gjithmonë rehatin dhe nevojat e të tjerëve përpara të tuave. Ti meriton marrëdhënie ku dashuria, respekti dhe përkujdesja të jenë të ndërsjellta, por gjithçka fillon në mënyrën se si ti lejon të tjerët të trajtojnë. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë. Mëso të thuash jo pa u ndier fajtore dhe vendos kufij të qartë. Mos ke frikë të tregosh se çfarë pranon dhe çfarë nuk pranon më. Peshore, mbaje mend, nuk është egoizëm të vendosësh veten të parën. Kur ti respekton veten, u mëson dhe të tjerëve standardin me të cilin dëshiron të trajtohesh. Këtë ditë zgjidh veten, paqen tënde dhe lumturinë tënde peshore. Akrepi. Akrep, këtë të hënë mesazhi për ty është i qartë. Mbro energjinë tënde. Më 17 gusht, hëna ndodhet në shenjën tënde dhe emocionet mund të ndihen më të forta se zakonisht. Mund të përjetosh shumë gjëra njëkohësisht dhe të ndihesh i mbi-ngarkuar emocionalisht. Mos mendo se duhet të jesh gjithmonë i disponueshëm për të tjerët. Është krejt në rregull të tërhiqesh pak, të qëndrosh vetëm dhe të japësh vetes kohë për të kuptuar atë që po ndjen. Ndonjëherë qetësia dhe hapësira personale janë pikërisht ato që të duhen për të rikthyer ekuilibrin. Këtë të hënë, vendos kufi të shëndetshëm dhe bëu më selektive me njerëzit që lejon të afrohen me energjinë tënde. Nëse një marrëdhënie është bërë toksike dhe të sjell më shumë stres se sa lumturi, mos ke frikë të largohesh. Akrep, nuk është egoizëm të vendosësh veten të parën. Ti ke të drejtë të mbrosh qetësinë tënde, energjinë dhe mirëqeninë tënde emocionale. Prandaj sot, dëgjoje veten, largo atë që të rëndon dhe afro me njerëzit që të sjellin paqe. Shigjetari, 17 gusht shigjetar. Mesazhi i yjeve është: ngadaleso pak. Shpesh kur përballesh me emocione të pakëndshme, përpiqesh të përqendrohesh duke qëndruar vazhdimisht i zënë, mbush orarin me punë, angazhime dhe aktivitete vetëm që të mos kesh kohë të mendosh për atë që po ndjen. Por këtë të hënë, kjo mënyrë për të larguar nga emocionet nuk do të funksionojë. Me ndikimin e hënës në akrep, është koha të tërhiqesh pak dhe të përballesh me ndjenjat që ke mbajtur brenda. Ndoshta ke shtyr një bisedë, ke fshehur një zgënjim ose ke bërë sikur diçka nuk të shqetëson. Këtë të hënë, mos ik prej tyre. Jepi vetes leje të ndjesh gjithçka që ke shtypur. Qëndro pak vetëm, reflekto dhe pyet veten se çfarë të ka lënduar vërtet. Nuk e pse ti zgjidhesh të gjitha menjëherë, dietar. Ndonjëherë shërimi nuk vjen duke vrapuar përpara, por duke ndaluar të dëgjuar veten. Prandaj mos u shqetëso, mos u përqendro nga emocionet dhe përballoji me qetësi. Vetëm atëherë mund të fillosh të lësh pas. Bricjapi. Këtë të hënë, intuita po përpiqet të tregojë diçka dhe është koha ta dëgjosh bricjap. Zakonisht ti nuk u jep shumë rëndësi ndjenjave të brendshme, preferon logjikën, faktet dhe prova konkrete përpara se të marrësh një vendim. Por më 17 gusht, në ndikimin e hënës në akrep, instinkti yt është veçanërisht i fortë. Mund të lidhet me një miqësi ose një marrëdhënie tjetër të afërt. Ndoshta ke filluar të ndjesh se nuk mund t'i besosh plotësisht dikujt në jetën tënde. Mund të mos kesh ende prova të qarta, por diçka në sjelljen e tij nuk të duket e drejtë.
Mos nxito të akuzosh askënd, por as mos e injoro atë ndjesi. Këtë të hënë, vëzhgo me kujdes veprimet, jo vetëm fjalët. Kushtoj vëmendje mënyrës se si personi sillet dhe kur nuk ka asgjë për të fituar prej teje. Pritsjap, leri njerëzit herët avon të tregojnë ngjyrat e tyre të vërteta. Besoje intuitën, por lëre konte të tregoj faktet. Këtë ditë mos u verbo nga premtimet, shiko sjelljen, aty ku mund të fshihet përgjigjja që po kërkon. Ujori. E hëna shënon fillimin e një jave të re pune dhe sot vëmendja shkon te karriera dhe reputacioni yt ujor. Hëna në akrep mund të sjellë më shumë intensitet në ambientin profesional, ndaj bëj kujdes me atë që ndan me kolegët. Jo të gjithë mund të kenë qëllimet aq të mira sa duken. Prandaj mos u nxito të tregosh planet e tua, problemet personale apo informacionet që mund të përdoren kundër teje më vonë. Kjo është një ditë e mirë të flasësh më pak dhe të vëzhgosh më shumë. Gjithashtu, përpiqu të qëndrosh larg politikave të zyres dhe thashe temeve. Mund të tundohesh të përfshihesh në një debat apo dram që nuk të përket, por kë nuk ja vlen të harxhosh energjinë tënde. Ujor, mbaj kufit e tu të fortë dhe përqendrohu te puna jote, mos lejo që problemet apo konfliktet e të tjerëve të shpërqendrojnë nga objektivat e tua. Këtë të hënë, diskrecioni është fuqia jote dhe qetësia mund të jetë mënyra më e mirë për të mbrojtur reputacionin tënd. Peshqit. Intuita jote ka qenë gjithmonë një nga pikat e tua më të forta peshk. Shpesh duket sikur e kupton një situatë përpara se të kesh prova konkrete. Ndaj disa mund ta quajnë edhe një superfuqi, por në 17 gusht kjo intuit bëhet edhe më e fuqishme. Si një tjetër shenjë uji, ti përshtatesh shumë më mirë me energjinë emocionale të akrepit. Hëna në akrep të ndihmon të kuptosh më thellë njerëzit, situatat dhe emocionet që të rrethojnë. Prandaj dëgjoj zërin tënd të brendshëm dhe mos mendo se e ke të gjitha përgjigjet. E hëna është një ditë e shkëlqyer për të qenë kurreshtar dhe për të provuar diçka të re. Mund të jetë një aktivitet, një ide, një vend i ri apo edhe një njohje që të zgjon interesin. Ose kufizo veten vetëm te ajo që nje dhe të duket e sigurt. Peshq, lejoje kurreshin të të udhëheq. Një eksperiencë e vogël sot mund të të çojë drejt një pasioni të ri nesër. Besoje intuitës, mbaje mendjen të hapur dhe mos ke frikë të eksplorosh diçka ndryshe. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 qiellët e zodiakut për ditën e hënë, 17 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe. Ju uroj një javë të mbar.